E para, ky Kur'an na thot, dhe me atë që të ka dhënë Allahu kërko ta fitosh botën tjetër. E mos lë mangut atë që të takoj nga kjo botë. Allahu Gjeleshanu ty të thot që qyre, unë t'i kum dhonë mirësit, t'i kum dhonë shumë mirësi. Dhe me ato mirësi që t'i kum dhonë, unë e ty t'i kërkoj e botën tjetër. Kërko gradat larta në botën tjetër. Mirë po, Allahu po vazhdon dhe po thot, mos i lem mangët gjanat në këtë dynjo. Mos i lem mangët punët në këtë dynjo. Sepse Allahu kërkon që ti më kon dikushi, kërkon që ti me u kon i avancum, kërkon që ti me u kon i përparum, kërkon që ti me u kon që prodhon diçka, që jep diçka, që je produktiv në shoqërinë tënde. Për që ata muslimat kanë met mrapa në shumë çështje, në shumë aspekte, për arsye të botkuptimeve të gabueshme. Botkuptimeve të gabueshme se muslimani s'po boj ka me u kon shumë i pasën, muslimani s'po boj ka shumë me punue, për kundrazi. Ajo që po na thot Kur'ani, na jep dëshminë se ti nëse punon në këtë dynjë dhe nëse nuk e harron ahiretin, ti ki me qenë njeriu i cili do të kesh peshë më të madhe tek Allahu Gjeleshanu, pra Allahu do të vlerëson ty shumë më shumë se të tjerët.